grup parlamentar, është i thirrë ke grupi parlamentar i ekonomisë, në orën 11:30 ka takim atje, prandaj edhe Komisioni të Ekonomisë. Se grupi parlamentar është i PD-s e i PS-s. Ke Komisioni i Ekonomisë. Grup parlamentar janë edhe prandaj edhe sot nuk ka mundësi mi qenë prezent pra nesh, atëherë do të operojmë. Unë kam një mendim në fund masi të marrim situacionet e pikave që kemi për të analizu sot si këshill, dhe kërkosha drejtorit të rrugëve rurale edhe të emergjencave na jepshin një informacion mbi situatën në të cilët ndodhen në pas rreshjeve të shiut. Atëherë po fillojmë me pikat e rendit ditës. Të nderuar këshilltar, në mbështetje të nenit 53.2 dhe 4, nenit 56.2, shkronja A e ligjit numër 139/2015 për qeverisjen vendore i ndryshuar nenet 56, 57 dhe 58 të rregullores të funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirdit, njoftojmë thirrjen e radhës të Këshillit Bashkiak Mirdit. Sot do të operojmë me këtë renditje. Projekt vendimi numër 5660 fraksioni i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për blok nimen deri në 6% për periudhën 01 deri me datën 31 tetor 2025 Bashkia Mirdit. 2. Projekt vendimi numër 5876 fraksioni prot i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për blok nimen me fonde bashkie për periudhën 01-31 tetor 2000, miratimin e paketës fiskale vendore për vitin 2026 Bashkia Mirdit. 4. Projekt vendimi numër 5878 fraksionin prot i kryesisë Këshillit Bashkiak për miratimin e planit të aktiviteteve bugjetit dhe konsumimeve të Këshillit Bashkiak Mirdit për vitin 2026. Njëkohësisht janë zhvilluar dhe komisionet për aktivitetin e sotëm. Atëherë në bazë të rendit ditës operojmë me projekt vendimin numër 99 datë 13 maj 2025 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtezuar për blok ndihmen për fondin 6% tetor 25. Urdhëro? A diskutojmë për rendin e ditës para. Ta hedhim për miratim, jeni dakord herë për rendin e ditës? Tani mund ta marr fjalën pak para se ta hedhim votim. Tani kryetari i bashkisë ka angazhime absolutisht është e ligjshme, përfaqëson bashkinë me pjesë në ato komisione dhe shumë e drejtë, por që nën kryetar, që në mungesë kryetari duhet të jenë detyrë, kjo është e pa justifikuar. Pra që asnjë nga nën kryetar, as sekretar përgjithshëm, ma çka ka bashkia, mos tjetë në mbledhje, kjo është e pa justifikueshme. Kuptoj që kryetari, por në mungesë kryetarit ligji i thotë detyrën e kryen zëvendës kryetari. Dhe nën kryetar, dikush nga nën kryetar do të ishte këtu. Edhe mund të jenë me përmbytje. Këshilli mund vazhdojmë edhe pa ata, nëse si me ata, si pa ata. Atë do të mund derisa zyra vendore drejtorisë ekonomike dhe taksave. Po mund të shprehen në këshilltar të tjerë. Po janë prezant, besoj që me rendin e ditë që kemi s'është nevojë që ka shikar. Jo, nuk më kuptoj tani. Me detyrë. Jam krejt dakord. Një nga zëvendësit e kryetarit duhet të jetë se tu vinë njerëz, vinë me taku kryetarin dhe në mungesë atij do ta kenë nën kryetar. Patjetër duke marrë shkas, s'ka justifikim, nuk ka justifikim. Duke marrë shkas për rendin e ditës, besoj se po them të pengojmë mbledhjen e këshillit se janë ata.
Po është O, drejt. shefi, për mas buxhetit, paketa fiskale më rëndësishme. Jam dakord, po kur pas ato që kanë hartu pagetin fiskale kemi prezant, kështu që Atëherë jeni dakord të operojmë me këtë rendite? Faleminderit, miratohet. Atëherë, kalojmë me pikën e parë të renditës. Numër 99, datë 13/11/25, miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën me fondin 6% tetor 25. Zoti Lusha, me qenë se ke qenë si përfaqësues si Komisionit të Ekonomisë. Jo, të më thati, ka të një shpri, më thati, më Fraksioni Qytetarët Bashkisë për miratimin e përfitimin ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 01-31 tetor 2025 Bashkia Mjeditë. Komisioni u mblodh, diskutoi dhe për sa i përket këtij projekti nuk pati asnjë kundërshtim dhe i afrohet Këshillit përkatës bashkiak për ta miratuar. Faleminderit. Kush është pro? Abstenim? Kundër? Miratohet, faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën e dytë të renditës. Edhe për sa i përket projekt vendimit numër 5876 fraksion 1 Qytetarët Bashkisë për miratimin e përfitimin ndihmës ekonomike për blok ndihmën me fondet e bashkisë për periudhën 01-31 tetor 2025 Bashkia Mjeditë. Edhe për këtë projekt Komisioni i Ekonomisë e miratoi me të gjitha votat dhe e sjell këtu në Këshillin Bashkiak për miratim. Faleminderit. Faleminderit, lega. Kush është pro? Abstenim? Kundër? S'ka, miratohet. Atëherë, me falni kam një propozim që pikën 4 të renditës ta kalojmë edhe të merrna me paketën fiskale diskutojmë. Jeni dakord që gjithë që ta diskutojmë pikën 4 të renditës, miratimin e planit të aktiviteteve dhe masanej kalojmë ke pika e tretë, e cila është paketa fiskale që kemi edhe mundësinë që të diskutojmë edhe më shumë. A jeni dakord? Ta kalojmë pikën 4 tash. Kush është pro? Abstenim, kundër? Miratohet, faleminderit. Atëherë kalojmë ke pika 4 ose pika 3 renditës për miratimin e paketës fiskale vendore për vitin 2026 Bashkia Mjeditë. Tu bashkangjit kemi edhe disa ndryshime gjatë takimit në Komisionin e Ekonomisë. Janë kërku disa ndryshime, besoj që i keni prezent edhe ndryshimet që janë realizuar. Ashtu, ftoj legen që të bëjë një analizë përgjithshme për duke qenë se ka përfaqësuar Komisionin e Ekonomisë edhe kemi të drejtë gjithsecili të flasi për sa i përket paketës fiskale. Faleminderit, lega, fjala për ju. Për sa i përket projekt vendimit numër 5878 fraksion 1 Kryesisë i Qytetarët Bashkisë për miratimin e paketës fiskale vendore për vitin 2026 Bashkia Mjeditë. Tani kemi të bëjmë me një projekt mjaft të rëndësishëm për sa i përket paketës fiskale. Ne prej vitit 2023, kemi vazhdu me paketën fiskale të afruar nga Bashkia me Pashme, ka qenë një paket fiskale e integruar, e mirë parë dhe e afruar në Këshillin Bashkiak një vlerësim për tarifën e ndryqimit, të pastrimit, njëkohësisht edhe për tarifa tjera të biznesit,
Dhe për sa i përket këtij projekt vendimi, ne diskutuam edhe në Komisionin e Ekonomisë, ku ishte prezent edhe kryetari i bashkisë, ishin prezent edhe dy këshilltar Ndua Lili dhe Mariana Molla që e vlerësuan edhe ne si komision e vlerësojmë për sugjerimet që dhanë në këtë diskutim të paketës fiskale. Kryetari i bashkisë dha edhe ato mendimet e veta për sa i përket dëgjesave publike që janë bërë gjitha njësitë administrative dhe ne jemi prezent faktikisht që janë bërë, pavarësisht se në disa njësi administrative edhe interesi ne shohim të qytetarëve është i ulët. Nuk është sa sot, ka qenë vite, vetë drejtoria e buxhetit dhe e mbledhjes taksave duhet bëjë përpjekje më të mëdha që t'i sensibilizojnë të qytetarët të marrin pjesë, të kuptojnë sepse paketa fiskale, detyrimet që kemi ne për tarifat që paguajmë, t'i diskutojmë, t'i ndryshojmë. Mbledhjen tjetër kemi edhe buxhetin ato lek që nuk janë pak për sa i përket bashkisë një ditë për numrin e banorëve që kemi dhe ato lek që janë t'i çojmë aty ku është më nevojshme dhe zona qytetarët kërkojnë të shkojnë. Kështu që për sa i përket këtij projekt vendimi ne kaluam edhe në disa ndryshime të vogla. Ndryshimet janë për sa i përket pallatit të sportit Arjan Arapi, vlera biletës propozuar nga 200 lekë për person tulit në vlerën 100 lekë. Jo se është ndaj tarife madhe edhe 200 lekë, por aty shkojnë pak njerëz, i sensibilizojmë ata njerëz të shkojnë. Ta ofrojmë një mundësi tjetër. Ta ofrojmë një mundësi, e kemi bërë edhe vite tjera, pak shkojnë në të vërtetë, por duhet shkojnë edhe vlera e kësaj bilete të jetë simbolike 100 lekë. Dhe u miratuar në komision. Një shtesë në këtë paket fiskale kemi të bëjmë me një tarif të re, për sa i përket Shpella është një zonë turistike në Lufaj, ku quhet Shpella e Tokës, në fshatin Lufaj njësi administrative Sadi. Bileta për vizitor, aty kemi të bëjmë me një shpellë me vlera kulturore të mëdha dhe aty është investuar edhe nga Mariana Graf, po edhe nga bashkia. Kemi edhe një punojës që merr rrugën aty për mirëmbajtjen e asaj shpelle dhe vizitorët do të besojnë që kanë filluar dhe do të fillojnë që t'i japin një rëndësi dhe një vlerë asaj zone dhe bileta për vizitën në këtë shpellë do të jetë 250 lekë personi dhe bileta për grup vizitorësh për 10 persona dhe lart të jetë me 200 lekë. Me 2000 lekë. 2000 lekë. Vjetë. 2000 lekë të reja për 10 persona ose 200 lekë për person, është e njëjtë. Është e njëjtë. 200 lekë për person, 10 persona 20.000 lekë. Sa ata mund vinë edhe 11 persona do paguajnë 22.000 lekë. E një të vlerë. Njëkohësisht vendosëm edhe te paketa fiskale kemi të bëjmë kur ta marrim në detaj për sa i përket punëravajtjet dhe gjobat, një gjob për deklarim terren, për sa i përket bizneseve të vogla, deklarimeve që bëjnë kur bëhen letrat në bashki, të jetë një gjob për deklarim terren në 2.000 lekë për person. Njëkohësisht për sa i përket grupit interesit që është biznesi, në këtë rast, një të ardhme, sepse jemi, du ta pranojmë, gjitha bashkit kanë edhe tarifa parkimi, qoftë simbolike, qoftë edhe të Tiranë, ose në Tiranë ne dim se sa paguajmë, po edhe në Durrës, po edhe në Lezhë. Tani në Mirdit, ne kemi të bëjmë me këto rrugë që nuk ka asnjë tarif parkimi. Tani duhet ta mendojë mirë administrata bashkisë, degat atineve dhe ta vendosi atë taksë fikse qoftë për qytetarët të rrshënit, qoftë për jabanxhit që vinë, qoftë për biznesin, për të gjitha dhe të kalojmë në një të ardhme qoftë edhe 6 mujore të vendosim tarifë. Dhe për momentin ne si komision kemi propozuar që kjo tarifë parkimi lirë të hiqet 200 lekë që është menduar dhe kuram dakord. Tani për sa i përket miratimit të tarifave tjera, ne kishim edhe një sqarim më tepër, se në parim ishin dakord edhe dy anëtarët e komisionit Silva dhe Eloni, për sa i përket tarifës në sektorin e pyjeve, rregullota dhe në bazë të lendës ndryshore në këmbë, aty kërkuan që të jenë prezent edhe drejtuesit e ndërmarrjes pyjeve, dhe ne
e kaluam si paket në miratim, por jo në votim, që themi që ka ardhur e kaluam në komision, ka ardhur parimisht i sjellët komisionit për ta vlerësuar Këshilli dhe jap fjalën Leoni për kundërshtimet që kishte dhe për kërkesën që bënë në komision. Faleminderit lega. Kto ishin ato gjitha që kanë në komision? Faleminderit. Unë shoh e ky që jo, më e të falem. Unë shoh që ka ardhur viditaja që vje një tip screenshot i kohës moderne të në 2002-2001. Nuk shoh në gjënë të reja sa më e para. E dyta, atë kohë gjënë statush të pyjoja për shumë me i mandat si i e pyjoja, për në pretë dronë tanë muajnë pa problem fare. Rupër, me i mandat 3.000 leksh. Më është të i jotë, është që të të në shohi jemi të dhe është me VGM, por VGM-ja i e variantët, po jo taksën dhe i dhe pyjoja. Edhe isha edhe për kontratat, kërkot i kush në ba punime një muje, dy, dikuj a ba një 2 vjetë, dikuj një, dikuj 10, kur së është si mas. Nuk e di që kriteri ku bazoni që ba një 10 vjetë kontratën. Një minutë. Të maroj Leoni. Maroj? Për pjesën e mandatës për të shtarifa në në zërës e rënë, pjesën e vjetë, pjesën e për medalit. E për vjetë, për nuk është për biznesarët, për abonement familjar, për ndërës për një familjar. Aktë të të mund të përgjërë pjesën e vjetë për ndërëshu. Gjenë pjesën e kur është dhe për familje, që mund të përgjërë për një prëvdimi, për që i pjesën e vjetë, tjetë nga restera dhe nuk. Ska në më të shora këtë familjarë. Ashtë për nevoja për në rohë për shërësiri. Sepse ashtë për në një si më dërëm, si përsa. Nëse për të në për dërëm. Për në a fërë dhe dhasë për në të të në një që dhe një një kesin të të në. Dhe bëllë se kesin individit. Dhe kjo, kërkes individit mund të bëjë për një vit dhe 10 vjetë. Nuk e pëngojnë në. Dhe të gjitha këto kalojnë e këshilë për pjesën për rohë. Si klasifikosi, ju, si instruktor, si klasifikosi, se për shumë, unë shoh se para 2 muaj që në komision, për këta hecet e për guroret e për më në kryetare në kushketën. Edhe shoh, për shumë, X hidrocentral, 4 mega, afatin e ndërtimit 2 vjetë. Shoh, dika tjetër, 100 kW, 10 vjetë. Të shikohen të. Afati në tim duke se të kjo, afati i rënës në I dhënjës për dhe ata për të thëmë. Afati në timit mund se e ka E jepë ministria, nuk e ju. Rënjën e problem a banë si pas kërkesës subjekti. Unë po flasë që ka pjore, jo për ministria. Ne, por atë e problemi, në pas kërkesës se subjekti, nuk e përkjuojmë të këshilë mund të thonë, mund të përmojnë që jo, zdu nga në 5 vjetë, ja për 3 vjetë. Ose për 3 vjetë, nuk e përmojnë në pas kërkesës. Bazë kërkesët nëse unë e du për 10 vjetë, e vetë nga që ndryshon mes 2 vjeçarit dhe 10 vjeçarit për shtasia dokumentacioni që duhet paraqitet në këshillë. Kuptoj jo, në rast se këto e kanë bërë. Është procedura kështu e përcakton. Në rast se shkel procedura përgjigje është tjetër problem. Një sekond Gerta. Një sekond Gerta. A fatin e marrë se problem e provizoni në këshillë që se duhet të përgjigje. E do për 3 vjetë, ti thu jo, do të afati për 1 vjetë, ka pasur 3 vjetë të tjetër. Desha me të shtu një pyetje, drejtor. Qëse unë kam bo një kontrat X vjeq, dhe unë e maroj mrena fatit dhe vjetë deklaroj pranë institucionit tuaj se unë marova punime. Se duhet vazhdoj kjo kontrat dhe me tej, në qofë se unë kam marru punime dhe kam marrë dhe kam depozitu pranë institucionit tuaj se unë i kam marru punimet edhe gjithë shka dhe mund të me vazhdoj kjo kontrat dhe më gjatë në mënyrë a priori. Jo për të. Kontrata e nëmës e përrejmë është dhe sa subjekti të bajtë kërkesë kontratës e përsa. Leja në timit, nuk e javë në leja në timit, pro në timit. Kjo
vjet. E ka përgjithë ose Drejtor, si të mora kontratën unë 10 vjeqare, x vite, e marova për kaq vite, para afatit kontratës, sepse unë kam parashiku shumë pengesa njërën i tjetër. Realizova se janë vështërsi ekonomike, e tjera. Unë arrita, mi zhjith të konflikte dhe e bona për 2 vjetë. Jam krejt dakord, periudha e shfrytëzimit ka tjetër tarif, periudha e punimeve ka tjetër tarif. Po prani po them, pse nuk është realizu, ose pse nuk realizohen në kërkesat e individëve në kohën e dur dhe në momentin e dur. Jam krejt dakord, pra ashtu siç mund ta shkohen, edhe mund ta zgjasin. Janë 2 faza, faza e ndërtimit që ashtu që mund të në rrugë dhe me do për 2 vjet dhe nuk për dërma ajo ishet. Jam të për ta prodhuar, ndërsa shpreha elektrike, Jam krejt dakord. Janë rrugë gjithë kohën për dërimin. Vjen elektrike veç që të fakë kërkesë, më në fatin 5 vjeçar, do me heshtinin e shkut kontratën në temë. Nuk po kurrë. Jam krejt dakord, unë flas në këtë verifikimi, konstatimi, i çdo lloji, jo nuk e kam s'po më kupton drejtor. Verifikimi i çdo lloji dokumentacioni në kohën e duhur nga ana juaj dhe t'ju jepet e drejta qytetarëve dhe kërkuesve në çdo kohë, në çdo moment, në kohën e duhur e në momentin e duhur. Jo të archivohen dokumentacione pa i shpjegim ligjor. Këtë kërkoj nga ana juaj. Të tash ishim në komisionet dhe që regu të tjerë të relacione që të firmasta. Të gjithë janë me shumë shkelje. Dhe më thënë, janë sepse s'ashtë të shtru kontrol fare. Dhe thënë linja 110 mishë, jo linja shtyllash 110 mishë. Të gjitha janë në territor të Medivës në tonë 2 orë. Që s'pagujnë dhe nuk. Dërëlek, ne jemi pak jashtë temës, ne do të votojmë screenshotin, po janë muhabete për të thënë, sa për mandatet që shoni ju, a jeni të saktë me mandatet dhe aktimin e elektre, sa mandate keni dhënë? Po, Kush ka në pyetje, faleminderit Loni. Po, ben? Fal. Të nderuar këshilltar, bashkia lidh kontrata për ato sipërfaqe pijore e kullota që ne i kena dhënë 2024. Dhe ku kam qenë vetëm unë kundër asaj për t'i miratu, për këtë arsye kam qenë që përpara të na vinë kërkesat në këshill, pastaj ne t'i votojmë. Për ato sipërfaqe që janë miratu në parim gjoja, këta lidhin kontrata për t'i marrë në përdërim, ose për t'i marrë me qeradh 10 vjeqare, 30 vjeqare, nuk e di sa i kanë afatet ligjore. Por nëse këshilli i ka votuar një herë, ne s'kemi shefën pse e lidh kontratën. Na keni pranu me ua hedhë. Para një viti, s'ka si problem tani, si përfaqe 3 ne s'du t'japim, pa pas kërkesa specifike. Me studime zhvillimi, me projekte zhvillimi, pra të ketë studim për projekte... Jo, atë sipërfaqe që e ke dhënë, lënë, s'po më kupton, atë sipërfaqe që e ka miratu këshilli për ta dhënë me qera, këta lidhin kontratë, edhe pa e prunë këshill ma, sepse e kena miratu një herë, dhe ua kam pënë qartë, që këto sipërfaqe nuk vinë më në këshill, kam qenë unë. Ndërsa, për sa e përket, levet ndërtimit ato janë me afate ligjore që thyen ka masa... Për shta pra po e sere për... Ju se më kotë. Një pashkia lede e ndërtimit të dyne që pësën ata. Një jetë ju fali dhe kretë. I jetë kërë ministria. Po ka që kuptej pra më të një. Jo, s'kom maru drejtar. Ndërsa, përsa i përket, për të fel taksat e këto është problem tjetër. Edhe nëse nuk e zhvillon aktivitetin naj, taksat i fillen, detyrimit tatimore i fillen me bashkinë.
në momentin që e ka lidh kontratën. Në këtë aspekt kisha diskutimi. 20 aktivitete që nuk ju vilen tokës, ata këto. Atëherë këta majnë përgjithësi ligjore. Dhe nëse s'ka zbrit spaku akoma këtu, nuk gjitha do... është heq fare. Jo, po nuk kemi rrugë në qytet që mund të krijojmë ndaj tarifë parkingu, sepse Jeni në bashkie madhe, praktikojmë patjetër. jo. Ajo është heqë beni. Ajo është heqë. Dhe projekti ideja që ka qenë shumë e gabuar. Jo është heqë. Po Gerda. Lidhje me paketën fiskale kisha ca komente. Po. E njës nga pensionistët. Pensionistëve ju është bë një rritje e tarifa vendore nga 800 në 1000 lekë. Njës është një paket fiskale me i rrit tarifën pensionistave, për mu nuk qëndron dhe nuk është e drejtë. Nuk mund të bëjmë dhe të presim që të rrisim markat e pushtetit vendor me pensionistat, edhe pse përbëjmë pjesën më të madhe të popullsisë. Duke qenë se janë shumë, inshallah i mon zoti sa më gjatë në jetë, në rast se ne nuk e lëm tarifën për pensionistat aq sa ishte 800 lekë, propozoj që pensionistat e vetmuar dhe ata që janë mbi 75 vjeç mos ketë asnjë rritje në tarifat vendore. Ashtu sikur kam shumë ankesësh, shumë mërzi në kuptimin e paketës, përsa i përket restorante dhe bizneseve të vogla. Nuk mundet një biznes të vogël në Mjërdit i kërkosh 600.000 lekë tarif pastrimi në vit. Një biznesi familjar, minimal, ti thush 2 muaj do punosh për bashkinë. Ora jam dakord të punoj si kur ta marr mrapsht ashtu si që duhet shërbimin, po për mu është një kërkesë jashtëzakonisht e lartë dhe është një vrasje për të gjitha bizneset e vogla në territorin e Bashkisë Mjërdit. Kështu që absolutisht, e vetëm për këtë unë nuk e ngrej kartonin për paketën fiskale, sepse është shumë e lartë. Ashtu siç kemi klasifikuar exchange-et. Exchange-et tashi do t'i quajmë biznes të vogël, nuk ne njohim sa exchange janë qytet, i njohim dhe kush i ka, nuk i fuz gjithë në i thesas, nuk e di se sa fitojnë, por të paguj një biznes i vogël 600.000 lekë, paguj një biznes, një exchange 120.000 lekë të vjetra, për mu prap nuk quhet e drejt ashtë kjo. Ashtu si kurse nuk quhet e drejt ulja e tarifave kundrejt heceve, sa do të vogla t'jen ato. Ka qenë proska e vogël, është bo heci vogël. Të ke qenë proska pak më e madhe, nështë ishte bo heci më i madhe. Hecet e vogla në 4 mega nga 2 milion lek në 1 milion lek. Cila është arsyeja? Sepse mund të njepni një shpjegim moral, ligjor, ore si të do një zhvillimor që një heci t'i ullet sot për sot tarifat, ashtu sikur dhe gjitha heceve, edhe 4 mega dhe tjerë, ndërkohë kur ato shfrytëzojnë ujin dhe nuk është se na bin në një gjë të mirë drejt për drejt, po edhe indirekt në komunitet. Bizneset e mëdha, nyjet inerte, bizneset e mëdha dhe nyjet inerte e dim se çfarë shkatrimi i bëjnë territorit. Është rrit nga 7 milion lek në 8 milion lek të vjetra, tarifa 1 milion lek. Këto lek i hargjo bashkia me lopata e me zhavor të mush gropat që hapin kamionet e këtyre firmave të mëdha. Propozoj pa mundrit qërpiku fare bizneset e mëdha 10 milion edhe ma shumë të vjetra, sepse dëmi që shkaktojnë, ashtu si që të shkojnë relacion shumë bukur, në rrugë, në ekosistem, në ura, dëmet si bëjmë Mjërditës, mos i bëjmë lek me pensionistat, në 2.000 lekëshin e kafes pensionistave, po t'i bëjmë lek me bizneset e mëdha dhe hecet që shfrytëzojnë burimet natyrore në territorin e Bashkisë Mjërdit. Dhe mos ta bëjmë Mjërditën një territor joshës për hapjen e heceve të mëtejshme, për hapjen e pikave të inerteve të mëtejshme, dhe t'i ngarkojmë këta biznese me tarifa, me taksa, aq sa na lejon ligji dhe në nivelet maksimale të mundshme. Sepse ndërkohë kur këtyre i lëm të fitojnë ashtu, bizneset e vogla prap i mbysin dhe nuk qëndran.
Përshëndes tarifën e parkimit për vendet, për restorantet, për bizneset, sepse ishte diçka që duhej bërë, inshallah Joshen e marrin një parkim më tepër. Ashtu siç përshëndes edhe tarifën e parkimit, sepse në Rrëshen nuk kena shumë herë nevojë me përdor. Ama kur flasim për tarifë parkimi duhet me patjetër që unë nuk e di që të ketë funksionuar një sistem si për hartat, si funksionon, se si bëhet, nese. është tjetër gjë. Për gjysmimi tarifës së qerdheve dhe të kopshtive, kjo është një nismë që e përshëndes dhe këtë, për nënat krefamiljare dhe si aleancë gjinore pa tjetër e përshëndesim, do doja këtu të shtoja nënat e vetme, nënat krefamiljare me një fëmijë, sepse e kanë bërë për 2 fëmijë më tepër, edhe ajo nënë që ka vetëm një fëmijë, mendoj e ka shumë të vështirë për të arritur atë, ashtu si çdo shtoja dhe burrat krefamiljar, sepse ka një diskriminim kundrejt seksit mashkullor, sepse mund të ketë dhe burra që se kanë gra dhe kanë fëmijë të vegjël, jetim që kanë nevojë të rrisin, ashtu siç propozoj dhe tek tarifa e pastrimit për kryefamiljarët gra që ka një ulje minimale, të futen dhe kryefamiljarët burra, sepse qëndron edhe kjo punë. Tarifat e përkohshme që janë vendosur këtyne hecave dhe subjekteve inerte dhe pikave të grumbullimit, patjetër që duhet qëndrojnë dhe është shumë gjë e mirë, sikur do t'isha shumë pro që subjektet e përpunimit minerar të paguajnë edhe më shumë, sepse ajo çka marrim ne e dim shumë mirë dhe ajo çka merr bashkia e dim që është minimumit, kështu që ne nuk duhet na vemi dora me çu kartonin dhe me propozu rritje tarifave aty ku janë të na marr lek. Ato nuk e di. Dhe do doja diçka në lidhje me policinë bashkiake. Ne kemi folë gjithmonë për gjoba, për kështu, a mund të kemi një raport, sepse nuk e kam pas në këshilla, kemi pas problematika shqyqër zotit. A mund të kemi një raport të policisë bashkiake, sa gjoba ka vu, qa masash ka marrë, cilat kanë qenë problematikat kryesore në qytetin e Rrëshen, në territorin e bashkisë Mirdit për vitin 2025. Kështu që dhe ne, si këshill bashkiak, një informacion i tillë mendoj se në nderon dhe në ndihmon për të përparuar në këtë drejtim. Nga gjithë kjo paketë fiskale që kam pa, gjëja që mbjen në sy automatikisht janë tarifat, taksat, dhe nuk më bje në sy një strategji zhvillimi për bizneset e reja. Kush është biznesmen këtu e di shumë mirë, i thu një të riu, hajde bëhap një biznes një dit, dhe gjëja e parë që shef të i ri është një taks 600.000 lek për të pagu. Kush është ai biznes? Kush është ai ri që hap një biznes dhe është i joshur 2 vit hap një biznes. Kështu që për mua strategjia zhvillimore kundrejt bizneseve të reja, kundrejt bizneseve që i kanë gratë, kundrejt bizneseve që duen të hapin të rritë, kundrejt bizneseve në zonat rurale, ne duhet i atzerojmë jo për 3 muaj, por për 1 vit, ndoshta edhe për 2 vjet taksa, që mos paguajnë taksa ata që punsojnë mbi 3 punëtorë. Për çfarë duhet të paguajnë taksë 3-5 punëtorë? Për çfarë ne nuk kemi në këtë paketë fiskale asnjë strategji? Unë zoti Sandër Maroj kur të tham që marrova. Nëse unë jam të fol për situatën ke tufa vive, atëherë ke drejt. Përderisa unë jam të fol për situata që na përfshin fëmijët tanë. Ti po flet, unë jam të shkruaj gjitha pikat, kështu që të lutem shumë, faleminderit, unë kaq isha. Faleminderit dhe prej teje, besoj që me falni të bëj pyetje, a ta bëjmë ngritjen e pyetjeve sepse zoja ngriti disa pika dhe ti përgjigjet sektori përkatës, apo ti grupojnë gjitha pikat dhe na flasis si e dëshironi këtë bashkëbisedim? Urdhra? Okej. Po? Tani se unë thash, unë Komisioni Ekonomisë, dhe i bie tani që jeta në drejt e saj diskuton për një biznes që dhe pasim rrit tarifat e tarifave. Për vërtetë se përket tarifës
pastrimit. Tarifa pastrimit nga 800 lekë është rrit 100 lekë. Janë 200 lekë të... Jo 800 e bën 100. Nga 100, nga 800 e bën 1.000 lekë. 1.000 lekë. Po mirë, Është rrit 200. Vjetë. Kemi bërë një tarif shërbim. Vjetër, që ne tu jemi kushtent për shkak të këtij. Pastaj do të shkojmë jemi këshilltar dhe jemi përgjegjshëm që do të shkojmë në tarifën e shërbimit. Tash tarifa e shërbimit konkretisht e pastrimit është 2.800 lekë të reja e studiuar nga bashkitë e por fundit. sa pagu një biznes në vit? Pra, bashkia, qytetarët tonë me taksat dhe tarifat dhe me targura që sjellë buxheti i shtetit, pagun 2.800 lekë tarifën e shërbimit pastrimit. Dhe ne mbledh 10.000 lekë vjetër ose 1.000 lekë. Pra, por dy ka dhe janë dakord, ne jemi për këtë taksë, tarifën. A ka mundësi të heqim edhe fare? Jo, më nuk do në me heq, se shkon aty. Po shkojmë tek një biznes i ri që tha të paguajë 600 lekë. Kjo nuk rezulton. Subjektet në aktivitet tregtimit të karakterit ushqimor, fast food, fruta perimi, mishi, peshk, furra buke, mëndore, të gjitha taksat, pastrimi, 1.000 lekë, 10.000 lekë, Sa pagun ndryqim, vet? 1.000 lekë, gjitëbërimi 1.000 lekë. Sa pagun vet? 2.000 lekë, I vogli. Po 600.000 lekë kush pagun? edhe i malli, 600.000 lekë, thot, jo 600.000 lekë, po thot 670.000 lekë. Ha, Persona fizik, me aktivitet të tregtimi, si supermarketet, dyqane, big market për kuqa që shumë. okej. Përveç big marketit, unë s'dime për me një biznes tjetër që ka kapacitet të pagu 600.000 lekë. Komision pas kam diskutue me Një sekundë. ne manipulue këtë paket fiskal. Ka ndryshim aty. Dhe unë, edhe në analizën financiare që të bëjmë pas 3-4 muaj, unë do t'i kërkoj dhe ndërrisë buxhetit, administrat bashkisë, kryetari bashkisë që këto të ardhura, ka mundësi jam dakord edhe me Lonin, që këto të ardhura që vendosim, mo të kemi selektim, po të kemi vjedhje detyrimesh, kemi pagesa përgjithshme, kemi sensibilizim Më qytetarësh. bëj një pyetje. Që në të vërtet kanë filluar qytetarët të paguajnë. Ne kemi pas punojnës të administratës që nuk paguajnë, kemi sjellë dhe emra, kemi pas edhe këshilltarë që nuk paguajnë, kemi pas edhe drejtora që nuk paguajnë dhe sot po paguajnë. Duhet paguajnë gjithë dhe për taksën e pastrimit a ka mundësi të shkojmë në tarifën e shërbimit. Nuk na gjen gjanë e qytetar, paguajnë 2.800 lekë të reja për taksën e pastrimit. Sot e Po lek ti, shiko lek, se kanë njerëzit probleme ekonomike, nuk i kanë. Si kanë gjithë Tash janë në ta punë. bëjmë bogën me logë, Jo me bane... Një minutë. Se ne jena dakord që të paguajmë, halas paguajmë ka 200.000 lekë për familje, po një duhet me për shtatë në doja. Do i pse keni ndryshuar rolet me administratën. Dhe jam arsye, po edhe unë Ashtu sot duhet fol administrata, jo qytetar. të argumentoj këto që janë diskutuar në Kushtin e Ekonomisë. Edhe në fakt kryetar, Faleminderit lega. atë Po frani. thash që ne nuk kemi marrë vendim marrë. E kemi sjellë kur diskutojmë në Kushtin. Faleminderit lega. Do t'i lutem, Lonin. Unë gjashe na shpjegujes Po frani. duke marrë shkas nga fjallë që tha Loni, kopi pesi këti, unë desha me ditë nga ndega tatimeve, cilët janë ndryshimet mes paketës që kena përru të ekzistutës dhe paketës e karsa. po pikërisht ja, këtë pyetje kisha dhënë. Që më të rinë të zjatë, desha me ditë kush janë taksat dhe tatimet që kena drejt ne si këshillë të miratojnë dhe cilat janë ato taksa që janë miratojnë me vendim këshillë ministra që nësë kena drejt këmë. Që të dalë dhe diskutimi tabel për to që kena mundësi në me nëshruaj. Sepse para një viti në lëshumë taksat për hecet dhe në nekse prefektit, do më thënë nuk shtë që të kompetenci jona. Atëja pëse du të halakarë në kaj shumë, sa të bërë të gjitha... Të lutëm të që. Gaco, Na i shpjegoja. E shpjegon. Gjithë na e thonë ta, kjo është me... Ne nuk mund të thomim sot vendosim në tarif për hotel 5 vjetë në shakë. Një kohë që nësë kena... Nëse kena fjetore, me thënë. Pra, to për mund të ishim ta si pika në vete që edhe ne më të rejmë të bënë fantazira. Faleminderit frani. Nësa për atë që thotë për pensionistat, nga 800.000, edhe unë kam letu më mundu kësi punë lapsusi, ka që 1.000 ka desh me botë 800. Jo lulli. Faleminderit. Atëre
Një minut, do të lutem. Lutem, ta ndjojmë Ta pak. ndigjojmë. Ta ndigjojmë. Atëherë, përshëndetje gjithëve. Duke u nisur nga bisedimet që po bërë nga anëtarët e Këshillit, është e nevojshme të bëhet një sqarim si për sugjerimet e Gertës, gjithashtu edhe të zotit Frank. Realisht, paketa bazë nuk është ka pasur ndryshime të pjesa e taksave, sepse taksat gjithashtu edhe taksat e vijore, siç foli dhe janë të vendosura e të taksa e ndërtesës e tokës bujqësore e truallit, gjithashtu dhe taksa tjendara. Për këtë taksa nuk mund të bëjmë dhe ndryshime, sepse ndryshimet janë bërë në paketën ekzistuese. 30% që është mundur të ullet ose të rritet, Këshilli ka marrë vendimin që në paketën e vitit 2023 për ndryshime, sepse ajo duhet të paraqitet në. Ajo duhet të paraqitet se s'bën do të jetë e përfshirë në paketin fiskal. Pavarësisht se nuk ka ndryshime, ato do të shkruhen në paketën e re që do bëhet bashkë me ndryshime. Këshilli ka drejt vendosi vetëm për tarifat. A nuk ngjohem, a? Marri mikrofon. Atëherë, Këshilli ka drejt vendose vetëm për pjesën e tarifave duke u bazuar në një kufi ligjor për vendosjen e këtyre tarifave. Për sa i përket familjeve, pensionistë dhe atyre me ndihmë ekonomike, kjo kategori është e përjashtuar nga taksa e ndërtesës sepse është e përjashtuar me ligj. Edhe të bëhet kjo ulja, sepse këto me ligj nuk përjashtohen nga taksa e ndërtesës, prandaj është pa arsyeshme t'i bëhet uljat e tarifat. Për sa i përket bizneseve, kanë qenë të ndara në dy kategori, biznes i vogël dhe biznes i madh. Realisht, bizneset mund t'jesh biznes i vogël, po je i përfshirë në skemën e TVSH-s, që ka lënë biznes i mesëm, se s'mund ta thosh as biznes të madh. Prandaj është pa arsyeshme ndarja e këtyre kategorive jo në 2, po në 3. Në persona fizik, që janë bizneset e vogla pa përfshira në TVSH, që nuk jo ndryshon asnjë tarif, vazhdon të jetë 12.000 lekë, sikur ka qenë, domethënë janë kategoritë siç janë përcaktimet, thjesht është bën kategoria person fizik. Për sa i përket 60.000 lekëshit që përmendi Gerta, është pikërisht kjo kategori. Janë kategoritë supermarkete dhe restorante, por që janë në skemën e TVSH-s, që nuk me të vërtet janë persona fizik në ÇKB, por realisht xhirën e kalojnë. Dhe mund të themi që këto janë dy kategoritë e bizneseve që e kanë tarifën e pastrimit ose mund të themi bëjnë ndotjen më të madhe. Me thënë popullor që dhe me thënë koshat mbushen pikërisht ka këto dy kategori. Prandaj është sugjeru jo për restorantet dhe për marketet e vogla që janë biznes i vogël që nuk kalojnë xhiron, po për këta që kalojnë xhiron dhe futen në skemën e TVSH-s. Është parë 60.000 lekësh. Gjithsesi jemi të hapur edhe normal për sugjerimet e juaja, si ta shihni të arsyeshme. Ndoshta është e lartë, po siç thon, Bashkia Mirdit po operon në shërbime që janë nën kosto. Për sa i përket exchange-eve, exchange-et realisht janë institucione financiare dhe hynë te institucionet financiare. Por në një mbledhje që është bërë me exchange-et, nga ankesa që janë gjuhë gjatë vitit 2025, kanë paraqit dhe dokumentacionin e marrë nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve dhe exchange-et janë të gjitha, të paktën exchange-et që operojnë në territorin tonë, janë të gjitha me që nuk e kalojnë xhiron e biznesit të vogël. Prandaj është pa arsyeshme që të trajtohen si biznes i vogël. Nuk është se ka ndonjë arsye tjetër. Fal pak, te kjo pikë. Gjitha Fal te kjo pikë. Ku e vërtetojnë të exchange sa deklarojnë ata? Ka sa duhet që deklarojnë të këmbimi, kështu që
Ne shohim dokumentacionin. Nëse je ke marrë dhe ekonomikun, do t'i shqyrtosh më mirë. Sigurisht, po ne shohim dokumentacionin e ju kërkojmë gjirën vjetore që ato paraqesin tatime. Tash shumë mirë se si është situata. S'është nevojë më taksat tek Unë hec me dokumenta. Sa lekë hyn nxehtës unë e dim shumë mirë. Unë si deklaron njëri. Unë hec me dokumenta, se ç'a deklarojnë është me pjesë. dokumenta është dakord, po ne jemi mirëditë dhe e dim shumë mirë se si Janë të operu jo vetëm mirëditë. Nuk është mirëditë. nevojë që të na shpjegoni ju. Lutem kur flas merr përgjigje ashtu se ta jap punë ose ta kërkoj ma jep ashtu siç duhet. Problemi është tani nuk do të thotë dim shumë mirë se çfarë ekonomie ka dhe si deklarohen dhe sa deklarohen. Përjashtësh exchange-et, llogaritësh marketet, mini marketet, ne dim shumë mirë se ku ndodhem me sa xhiro bëhet dhe sa është. Asnjë nuk e deklarojnë xhiron, në general asnjë se deklarojnë dhe exchange-et duhet më ul. Biznesit vogël nuk ja shtrit as si taks, prandaj ti do të thosh herë vjet, sa herë nuk kalojnë. Për pjesën e deklarimit, se sa deklarojnë, nuk është kompetencë imja as institucionit Bashkisë Mirdit, sepse i kontrollon drejtoria rajonale. Taksë s'është nevojë ta ulësh në këtë moment, mendoj. Në sugjerimi im. Sugjerimi thash vendimi është i juaj, nuk Vazhdo. Për pjesën e heceve, nuk është se është bërë ulje, është shtesë kategorie deri në 4 mega. Kanë qenë nga 4 mega dhe lart, ato kategori nuk kanë ndryshu. Asnjë tarif, kjo është thjesht një shtesë, në qoftë se ka hece që janë nën 4 mega dhe pretendojnë që janë nën 4, sjellin dokumentacionin, mos të kenë tarifën e njëjtë siç i kanë hecet e tjera që janë më të mëdha. Është thjesht shtesë kategorie plus nga ato që janë ekzistuese me paketën e vjetër fiskale. Që është bërë propozimi. Bëj pyetje. Këto hecet në deklarimet e tyre janë të përcaktuar se sa mega nxjerrin. Kështu që nuk për mua kur ka marrë lejen ndërtimi, ka përcaktuar dhe kriteret, ka nxjerrë dhe volumin se sa mega prodhon. Dhe nuk ka pse një me 2 mega, sepse ka deklaru 2 mega. Unë që prodhoj 10 mega, kam deklaru 10 mega. Të vjen tarifat fikse. Nuk ka mund pse, se prodhojnë 2 mega, të kemë barabartë ma 10 megashit. Dhe s'kam pse të bëj kërkesë, sepse është deklarata ime që unë prodhoj me 2 mega. Dhe ato do t'jenë tarifat jo me deklarimet e mia. Do t'jenë me bazë ligjore. Unë thash, unë flas me çfarë dokumenta kemi në zyrë, nuk në dokumentacionin që paraqesim. Deklaratat e rreme do t'i vendosim gjobë nëse miratohet si paketë fiskale. Sa mund jetë gjoba këty në deklaratave? Gjoba realisht është propozuar për bizneset e tjera që operojnë, jo për hecet dhe për familjar. Po, jo, të bënë e pyetje, se në qoftë se mu deklarata më djenë, ajo gjoba, 10.000 lekë treja, faleminderit për gjobën që të mbu, edhe asi lloj vlere s'ka. Gjoba afër asaj që unë përvetësoj. Dhe ato hidrocentrale që kanë deklaruar se deklarojnë që janë 30 mega, besoj se ajo ndahet në kategori sepse ka 3 lote. Ajo, ne kemi të ndara me mega, që është ndarë. Mund të ketë 3-4 lote nga 8 mega dhe mund të paguaj ai biznes paguën taksë për çdo 8 mega që ka apo për komplet. Ai duhet paguje për jo për amnesie, ai duhet për pjesën ai duhet përpisohet për megat që ka. Prandaj po them, ai mund të ketë 30 mega, po te e ka ndarë 4 njësi. Prandaj edhe duhet shpjegohet aty biznesi merr taksa për 4 njësi. Apo jo gabim. Apo edhe unë pyetje për gjitha njësit mbas megave që ai ka. Prandaj është bën kategoria. Tani duke qenë se ka pas pretendime në komisionet që janë ngrit, që ka hece edhe më pak se 4 mega, është pa nevojshme që të shtohet si kategori. Normale, do doja t'ja thoja kryetarit bashkisë, po gjithsesi po e them këto. Kjo paket fiskale, patjetër që është në funksion të atij buxheti që do të vi. Unë do di eksaktësisht cilat janë projektet
investime që do t'i lehtësoj kjo paketë fiskale për vitin që vjen. Çfarë investimesh parashikon në buxhetin e vitit të ardhshëm që kjo paketë fiskale do ta lehtësoj të lloj investimesh? Qëse ka një përgjigje, qëse s'ka? Çfarë paket investimeve do të shërojnë kur vjen buxhetin se Po, jo, po të pyes, ju kur hartoni një paketë fiskale, patjetër që keni edhe një vizion më të qëndrueshëm se si do të bëhet zhvillimi i mirëdites. Dhe unë duke pas parasysh që bëhet fjalë për një bashki e cila po mbyll pak a shumë edhe mandatin e vet, akoma nuk kena pa një investim të marrë nga fillimi deri në fund nga kjo bashki. Unë do të di, me që tani është pak më e qëndrueshme, po bëhen 2 vjet që jeni në qeverisje të kësaj bashkie. A ka çfarë lehtësirash do t'i jepni ju biznesit që të zhvillohet tonë mirëditë, duke pas parasysh se unë e kam ndjekë dhe doja ta pyesja në fakt edhe kryetarin, po e pashës qenka dhe mundet me në dha dikush nga administrata, ju fundja jeni përfaqësuesit e bashkisë. Është një projekt që e sjell dhe qeveria, që për shembull është ky projekt i paketës maleve, që nuk e doja dia dhe për këtë në fakt ku janë draft projekti, a ka bashkia jona është diku në dorëzimin e atij projekti, sepse ka pas afate, po në lidhje me këtë e ka më shumë strategjikisht paketa fiskale dhe buxheti i vitit që vjen. A ka në investim që i paraqitet qytetarëve të mirëditës? Investime ka, konkretisht do mi ditë me. Që do të financohen nga paketa. Jo, unë e kuptoj që është paketa fiskale, po të tham, paketa fiskale si shkon në raport me buxhetin e vitit që vjen, sepse ju pak a shumë kur hartoni një projekt të paketës fiskale, në logjikën sa e kuptoj unë, nuk janë financiere, po sa e kuptoj unë duhet mendoni nafa gjatë për sa i përket zhvillimit. Paketa për vitin 2026 nga të ardhurat, si vjet kanë qenë 85 milion, për 2026 kemi planifikuar 88 milion. Atëherë pastaj mbrapa si do të sa investime? Sa ka qenë 8 vjet? 85. Po viti sa planifikohet? 88. 88. Se nuk është se ka një ndryshim shumë të madh paketa, kështu që nuk ka si me pastaj bizneset po mbyllen. Po pikërisht do të thosh edhe kolegës ti sepse që nga 2022 nuk po ndryshojmë shumë me këtë paketë. Në paketë kemi bërë deri tani, se mirëdita ka shë vogël është. Po pra, deri vjet ka qenë 75, për 2025 nuk e di sepse do t'i japim. Jo, unë pyes si qytetare, pyes si këshilltare bashkie. Bashkia duhet të ketë një vizion për zhvillimin e këtij territori. Dhe paketa fiskale tregon pak mbi vizionin që ka bashkia dhe administrata bashkisë. Dhe këtë po pyes, a ka një vizion, a ka ndonjë projekt që do ta lehtësojë nëpërmjet kësaj pakete? Unë e di shumë mirë që është paketa fiskale dhe buxheti që do vijë, që do analizoj pastaj. Po të pyes, paketa në raport me buxhetin, sa i lehtëson investimet këto? Nga 85 ne kemi planifikuar që të mbledhim 88 vitin që vjen për 2026. Po, vazhdo. Jo. Po e dha, po. Jo, jo, dakor. Projektet janë presin ju si shala qeveria në zgjatë pak dorën. Unë e pyeta emra konkret projektësh, zoti kryetar. Emra konkret. Administrata e di, kam konkretisht projektin e maleve të analiza financiare, analiza 6 milionë, të cilët në buxhetin tonë nuk mund ngrejmë asnjë gjë. Në falë. Kisha me kujtu disa pyetje të lutem. Disa pyetje përsa i përket do të nësjarësh Gerdën, sepse unë i kam qujt me që ju keni afru ju bizneseve të reja, sepse unë i di që është afru një diçka bizneseve e të rive, lutem sjaroj Gerdën i qik, lutem. Jo Gerdën, Po, e boni Gerda pyetjen dhe ne do të njëjmë gjithë se turizmi ka qenë një ndër temat kryesore për bizneset e reja realisht në investim për turizmin. Dhe
si e parashikon se ikën 2 vjet? Paketë normale, a ka si bashkia Kemi shumë, është bo komisioni, do të sjarëju për paketën e malet. Po, vazhdo për bizneset e reja të lutem? Për sa i përket bizneseve të reja, realisht ne si bashki është operu thjesht duke mos i presionu dhe duke mos i kërku dokumentacion dhe duke i kërku taksa për periudhën 3 mujore, si që përmendi dhe Gerta, që të shojnë në curin t'i lëm si periudhë prove, në qofë se biznesi ecën apo jo. Por që taksat janë paguar në momentin që ai vendos që biznesi etë. 3 muj? 3 muj. Po për Muj duhet të ishme vullur. Po në lidhje me Nga momenti që ai vendos të ketë biznesin aktiv dhe të ushtroj aktivitet, taksat janë llogaritur që nga data e hapjes në qendrën kombëtare të biznesit. për gjitha Nuk është se ka për pas- gjitha persona që duan të hapin apo ka një fashë që përjashtohen të rinj, se mendoj që e kam lexuar dikun. Të rinjt janë vetëm kush është me kategori agrobiznesi ose këto që janë në paketën e maleve, këto nuk paguajnë për 5 vite. Po kjo është e përcaktuar me ligj, nuk është se është Okej. Faleminderit. Qeveria, Paketën fiskale, një lloj programi për bizneset e reja të paktën vitin e parë të aktivitetit. Mund ta bëjmë bizneset e reja që janë në emër grave ose bizneset e reja që i hapin të rinj në moshën 40 vjeç. Të rinj në moshën 30 vjeç. Në 40 vjeç në çuhet i ri vjen. Jo, ta bëjmë në... T'ju bëj dhe një sqarim. Për pjesën e tarifave, propozimin dhe vendimin e merrni ju. Po ju sqaroj se te taksa e ndërtesës nga momenti që ai është i hapur në qendrën kombëtare të biznesit nuk përjashtohet. Nuk them tarifën ndërtesës, them tarifat. Dakor. Në qëse Gerda, në qëse ai legalizohet në objekt, edhe në mos mi marrë ne, është tjetër kusht se tatone dhe... Unë mendoj që për Që Kena 2 vjet, hala nuk na thënë kena bën këtë projekt, edhe të prezantojmë bëjmë këtë gjë. 2 vjet. tarifat vendore, nuk është se është tarifi. Tarife vendore. Kisha të një pyetje tjetër nga qytetari digjital. Qytetari digjital thotë mos më ka ardhur tarifa, është një biznes, nuk më ka ardhur tarifa e vitit që shkoi. Si shpërndan taksa, fatura, si shpërndan Bashkia Mirdit fatura për bizneset? A hidhen sistem, a ka një sistem online elektronik. që biznesi kontrollon, se diun se si. Faturat shpërndajnë me post, sepse nuk ka sistem online, nuk kanë arrit hyna akoma në Albania të gjitha për të marrë njoftimet e vitit kalendarik. Në Albania mund të hidhen vetëm debitorët, që bashkë me gjobat dhe kamatat, por që të hedhësh vitin kalendarik në sistemin e Albanias nuk është realizuar akoma. Deri tani, shpërndarja e njoftimeve dhe e faturave është bërë nëpërmjet postës. Faleminderit. A mund të jemi debitorët e 2025-s? Po. Po jenë të hedhë, gjithë. Tjetër, Tash një sqarim të vogël edhe për nyjet inerte, po, sepse që propozoi Gerta aty rritet akoma më shumë tarifa, është lanë vlerën 800.000 lekë, duke qenë se vjet është miratu tarifa e përkohshme dhe kafat 3 vjeçar, që është në 3 milion lekë. Ne heqim tarifën e përkohshme dhe i rrisim tarifën s'ke interes, se vjen ma pak. Vjen ma pak se ka i tavan ajo, Gerta. Ka i tavan ajo, jemi ma mirë me një tarifë. Jemi ma mirë me një tarifë ekzistuse, sepse na vjen më pak. Faleminderit. Kush ka ndonjë problem? Unë shumë shkurt, me kundërshtu pak edhe kryetare, përsa përket mbështetjes qeverisë. Atëherë, paketa fiskale është një nga dokumentet më të rëndësishëm që miraton Këshilli i Bashkisë bashkë me buxhetin, projekt buxhetin që e analizojmë dhe e kthem në vendim. Para shumë dolen problematikat, por ideja është që kjo paketë fiskale që miratohet duhet edhe të zbatohet, pra që të ardhurat nga paketa fiskale ti parafrohen paka shumë projektit që është parashikimi. Se
grandi që vjen nga qeveria ka vit pas viti në rritje, zoti kryetar, se ti e kishe marak. Dhe unë kam bindjen më të plot nga kryeministri i Shqipërisë që do ta mbështes akoma më shumë Bashkinë Mirdit. Grandi është progresive, vetëm profesor. duhen paraqit. Lutem çdo vit. Ata marrin fjalën. Po lutem tash. Ta marrin fjalën më. Po, Sa të shpjegoj. Është edhe kryeministri jot, jo vetëm jemi. Po. Unë thash kryeministri i Shqipërisë, jo jemi. Pra e kam mbështet Bashkinë Mirdit me gran duke e shtu vit pas viti. Tani, edhe projektet, bashkia thjesht do të përballet me projekte në qeveri që të marri të alokohen fonde për projektet saktume. Por, ne po diskutojmë sot për paketën dhe këto parashikimi që janë, duhet zbatohen që të ardhurat nga paketa fiskale, nga taksat dhe tarifat dhe shërbimit, të realizohen në masën sa më të madhe. Se 100% nuk realizohen. A ke tjetër? Atëherë, më fal. Do të sqaroj. Jeri Grandi, të falenderoj shumë, profesor, por nga aspekti ekonomik, Grandi shkon në mënyrë progresive për herën rritje dhe nuk o du na bën ai privilegj të madh. Dhe kjo është. Brenda këtij Grandi, po të lutem të shpjegoj unë. Masani, në qësë që je dakord, jam dakord me ju. Brenda këtij Grandi ne kemi pas edhe i di shka, kemi pas ngritjen e pagave të lutem, kemi pas ngritjen e pagave pa shtesë fondi. Brenda këtij Grandi dhe vitin tjetër, kemi përsëri një ngritje pagash brenda këtij Grandi të cilës do të ketë vlerë shumë edhe përsa i përket investimeve, përsa i përket projektet. Ne si bashki kemi dërguar disa projekte pranë qeverisë dhe akoma nuk kemi një okej për asnjë gjëje. Dhe projektet, projektin e rrugës Malajve, të Roshit, të Veles, e shumë rrugëve tjera të cilat i kanë prezent me fal, projektet e ujësit kanalizimeve të përvaditje të Prosekut, të Përlatit, të cilët janë prezent, edhe me gjithate sot shkoa, me të ardhurat lutem, me të ardhurat e bashkis janë asfaltu dhe janë bo gogja punë, si që është bo për fshatin Jezull, fshatin Kodrëshen, po janë shem, po i kemi, me fal, në që se janë dëmtu, në qëfë se ne i kemi rrugullu, ne du t'i themi këto gjone që i kemi bërë. Gerda, të lutem, mund po flasë. Në qëfë se s'te belqenjë, në qëfë se s'janë bërë, thuj jo. Në qëfë se janë bërë, thuj po. Në qëfë se janë prish, s'janë prish nga cilësia dobet. Në regull, dhe sidomos edhe rruga vazhdimi rrugës Nërfushasit deri në Ndërfan. Këto kanë qanë mundësi tona ekonomike përsa i përket bugjetit bashkis. Zoti kryetar, me të ardhurat e veta. Unë thash fola Shqip dhe me treguos. Nga 2015 dhe këtej, bugjeti i bashkis ka në rriti përsa i përket grani që jep qeveria. Të lutem. Mund të agrasoj edhe me atë periudhën që keni qenë në qeveri jo, që granti rrite vend numra. Edhe investimet rrishin vend numra. Tani edhe bugjet për investimet ka më shumë, edhe grandi ka më i madh, dhe shpresoj dhe kam besimin e plot ke kryeministri që do ketë akoma më shumë. Faleminderit, ajo nuk ekziston, megjithatë deri tash, inshallah fjala jote shkon vesh kryeministrit dhe na bën ai fond për investimet Mirdit. Kryetar. Po. Se po pak. A mund ta dim këtë shifre? Sa të ardha shko kryeministri e qeveria nga Mirdita? Nga qeveria ka nga Shimo? Nga Mirdita, qeveria vjen rreth 40-50 milion euro në vit nga Mirdita. Nga Mirdita, dhe ne na vjen 5-6 milion. Tani e kam bërë këtë debat edhe me kryetarin e një mbledhje tjetër. Qeveria nuk jep vetëm për bashkinë fonde, jep për spitalin, jep për qendra shëndetësore,
je për shkolla, je të lutem. Pra nuk ka vetëm, nuk funksionon vetëm bashkia në Mirdit. Dhe me ato të ardha që merren nga Mirdit, ato rikthehen dhe mund të rikthehen më shumë. Po mund të rikthehen më shumë pra sepse ka shumë padisht me ba se unë oponencën time personale e kam thjesht në raport me qytetarët, as nuk kam fare oponencë politike. Granti për llogaritet nga popullsia, baza fiskale edhe sa aktivitete ka kjo bashki. Tani nëse bashkia, një minut, nëse bashkia thotë që këtu ka pas lëvizje demografike, kanë ikë njerëzit e tjerë me radhë, pse ka granti duke u rrit? Pra kjo do të thotë se ka logjik. Se ka ardhur çdo çmimi ka ardhur duke u rrit. Bashkia Mirdit krahasim me territorin që ka merr më pak lek. Edhe në bazë të me në bazë sipërfaqe më gjerë, nuk llogaritet granti në bazë sipërfaqe. Nuk granti i shtetit nuk llogaritet në bazë sipërfaqe. Granti që llogaritet nga popullsia, nga bota fiskale. Do t'ju lutem, o Gerda, lutem me radhë. Bashkia mund me rregullu me realizuar çfarë buxhet si ka, e konkret pa realizuar është gjë e madhe. Tash leni të kërkuj lek tjera, si na 200 tavë me harxhun edhe çato 2 lekë. Ato janë të harxhume, po na dali. Kush ka në mendim tjetër? Nuk ka kush pyetje tjetër. Atëherë, ta hedhim votim, kush është pro? Janë bota ndryshime. Me ndryshimet që u Ata për biznesin e ri kanë me ndryshim saktë deri 6 muaj, jepi kohë. A keni votuar? Në rregull. Po me atë ndryshim, po jo. Unë jam e sigurt. Në rregull, deri 6 muaj, dakor. Atëherë, ju lutem, do të lutem ngreni kartona. Një abstenim, kundër nuk ka miratohet. Më falni, tash i kam bërë një kërkesë unë, drejtori i rrugëve do të na japë një situacion të përgjithshëm, do t'ju lutem mbi gjendjen në rrethin e Mirditës, mbi shkallën e dëmtimit të rrugëve, të banesave që janë prak shemjeve. Nderuar se të drejtori na jep fjalën, na jap vam fjalën, kështu që na Ta gjej dimnë. Do t'ju lutem. Do t'ju lutem të ndiqojmë drejtorin mbi situatën në të cilën ndodhem. Do t'ju lutem 2 sekondë. E punë atje. S'kam bërë ka herë. Duket si konfuzion. Mirë, atëre ju përshnes gjithë, duke pa edhe situatën e keqe të motit, realisht në gjithë territorin e Mirditës ka pas shumë problematika, por unë po përmend më kryesoret. Kemi disa ura të jashtë funksionit, ura Jezull dhe Domgjon, të cilat janë jashtë shërbimit dhe jashtë funksionit. Për Domgjonin është fshati Munell. Kemi në rrezik ose që rrezikohen urën Thirr, e cila lidh tunelin me fshatin Thirr, njëna ka me urës është në rrezik. Si dhe kemi një urë tjetër jashtë funksion, njësin Kaqenar, ura që lidh Simonin me Shpërdhazën. Në të gjithë fshatrat kemi disa pasarela, të cilat nuk janë rrugë që lidhin lagje, në përla tepër 2, në Thirr 1, në Kaqenar 3 dhe në Zajs njësia Selit 1, të cilat janë totalisht shkatruar jashtë funksionit. Rrugët janë në një gjendje jo fort të mirë, megjithatë të gjitha qendret e fshatrave janë të lidhura me gjitha njësitë. Ka pas problematika dhe vazhdon të ketë problematika në përlagje si shemje, pengesa e tjera. Problemi kryesor që ka marrë një zgjidhje ishte rruga e Kaqenarit, e cila pati rreth 2 ditë probleme, tani është rruga e Bukmjerës, domethënë, është në funksion me gjithë problematikat e veta, ajo kërkon një ndërhyrje serioze,
sepse i gjithë projekti mendoj unë i asaj rruge ka qenë totalisht i gabum dhe është një problematika tjera. Kemi disa shtëpi në rrezik mas situatës rreshjeve. Kemi një rrëshqitje toke tek shtëpia e Pjetër Preshit në Kodërshen, e cila po i afrohet banesës. Nuk është në rrezik banesa për momentin, por ajo vazhdon të lëvizi. Kemi Gjulio Totri në Malaj, e cila shem një masiv i madh dhe rrezikon banesa, dhe aktualisht Paulin Përdeda në Katun Vjetër, e cila vazhdon të lëvizja. Tani po thuj se është shema i masivi, është familje në rrezik. Kemi një grup familjesh në Përlekaj, në Ndërfushas, që realisht po ndërhyn agjencia jonë aty. Është një familje në Tharri, e cila ka një shemje dhe po i afrohet banesës. Gjithsej janë 4 familje, duke përjashtuar të Rubikut, e cila tashmë është shem masivi. Realisht nuk ka dame në njerëz, po themi ne, por i ka pengu një pjesë të mirë të aktivitetit familjes aty, dhe shemja masivit i ka sjell ujin si për banesës. Po ndërhyhet, do të marrim masa tani mas ledhjes, unë të shkoj atje bashkë me atë Fred Worfin të emergjensave civile, e ta shohim në vend. Realisht gjithë punojësit e agjencisë kanë qenë në punë gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe makinerit, kemi pas edhe mbështetje nga aktivitete tjera nga privat, po minjera në Spaq, Bami në Rubik, Biba, Sander Biba, që ka makinerit, e disa mjetet tjera private, të cilat i kemi përdor. Realisht, gjendja nuk është se është shumë e mirë, duke pa edhe rreshtet, cilat janë të vazhdueshme, ndërhyrja është pak e vështirë, megjithatë, gjendja është nën kontroll. Shtoj edhe një kamure, zoti drejtor, për lagjen në Tarash, lagjen Mollaj. Ajo ka qenë ngry, po me këtë shina që ka rata një... Realisht nuk është, nuk e artikulova, nuk është se... Do ta verifikojmë dhe do ta shnojmë. Faleminderit. Atëre. Për momentin ku janë mjetet? Ose materiale ka qenë. Për momentin ku janë mjetet? Në çfarë zonë ka qenë? Në lidhje me rastet emergjente, zero ndihmës nga qeveria. As nga Ministria e Mbrojtjes, as nga realisht vetëm me një prezencë të prefektit dhe nuk ka zero ndihmës nga qeveria. Do t'i bëj një replik profesorit. Profesori thotë që ka lek, buxheti vjen ngritje, po sa herë ka një ndërhyrje kërkon ndihmën tonë se s'ka lek vetë. Po të kishte lek qeveria, do t'ja sillte këtë parë. Atëre, një sekond, do t'ju lutem vetëm një sekond, ka serios. Do t'lutem, duke ju falenderu për punën që keni bë si drejtori, do t'ju lutem të jeni në vazhdimsi të tillë. Kurse drejtorit të ujësjellësit